O Zoti i dashurisë dhe i dritës, sot po të lutem me zemër të përullur për shpirtat e paraardhësve tanë, për nënat që u shuan heret, për baballaret që u lodhën e hishtje, për gjyshet dhe gjyshërit tanë dhe për të gjithë ata që ecën para nesh dhe na dhanë jetën edhe kur u desh të largohen shumë heret. Pranoj të lutem shpirtrat e tyre në paqen tënde. Liroj nga çdo barë, nga çdo dhimbje toksore dhe mbështjelli ata me dritën tënde hynore. Nëse ende ka plagë në gjakun tonë, nëse ende ka lot të patharë, dhimbje që u trashëguan brez pas brezi, të lutem që sot le të shërohen me dashuri, me falje dhe me dritë hynore. Dhe ti, o nëna ime, dhe të gjithë paraardhësit tanë, ne ju nderojmë ju, ne ju falenderojmë, ne ju mbajmë gjallë në zemrat tona. Dhe le të jemi ne ata që jetojnë me vetdije, që duan pa kushte dhe që nderojnë jetën çdo ditë si dhuratën më të shtrenjtë.